Prizreni gjatë ditës së sotme me rastin e kësaj dite të 1 majit ishin me mira vizitorë që sot kanë ardhur për ta vizituar këtë qytet. Shumë vizitorë nga qytetet të ndryshme të Kosovës dhe vendet e rajonit zgjedhin ta vizitojnë qytetin e Prizrenit, siç thonin sot. Disa nga këta vizitorë, sidomos nga Shqipëria, ata e konsiderojnë si një qytet magjeps dhe plot karakteristika, kështu tha vizitori nga Tirana e Vlora. Shumë kohë që s'kisha qenë dhe ka shumë ndryshime. Është i gjallë, ka jetë, ka lokale, ka edhe të vjetën dhe të rehen. Vlora. Dhe ju pëlqen çka është Gjithçka. tipike Shtëpitë që janë si të Beratit, rrugët me kaldrëm, vajtëm lart në Kala, ishte shumë bukur. Se Berati. Jo, atmosfera. Ne vim nga vendi i Ismail Qemalit, jemi një prit e Ismail Qemalit. Është i bukur, është i bukur. Mirëpritje, edhe qyteti i qetë. Po kështu sot kishte ardhur një vizitor edhe nga Podgorica dhe ai tha se për herë të parë në këtë qytet që ja ka dashur zemra. Jam i fansionuar me mikpritjen, bujarin, bukurin dhe gjallërin që ka ky qytet. Prizreni mbetet qyteti më i pëlqyer në dimër dhe në verë, siç thon turistët të ardhur nga Shqipëria, Turqia dhe vende të tjera që tashmë janë mira të këtilla.